Vijojmë edicionin e lajmeve me ngjarjet që u evidentuan në kronikën e zezë. Buletini policor na njofton se gjatë ditës së djeshme ka ndodhur një aksident trafiku si dhe një prishje rendit dhe qetësisë publike nëpërmjet të gjuajtjes me armë zjarri. Detajet e rasteve të sipërpërmendura i sjell kronika në vazhdim. Mbrëmjet orës 22 në spitalin e Gostivarit është sjellur një 79 vjeçar me iniciale JT nga Gostivari, tek i cili mjekët kanë konstatuar thyerje në shpatullën e djathtë. Pas dhënies së ndihmës mjekësore, ai është dërguar për në spitalin e Tetovës dhe më pas për në klinikat e Shkupit. Sipas dëshmisë së tij, 79 vjeçari lëndimet i ka marrë nga një veturë në lëvizje e cila ka goditur atë në rrugën Vëllezër Gjinoski. Vetura dyshohet të ketë qenë tipit Renault Clio me targa të Gostivarit, pronë 34 vjeçarit TB nga fshati Debresh. Në vendin e ngjarjes është kryer ekspertizë dhe po ndërmerren të gjitha masat për zbardhjen e detajeve të lidhura me këtë rast. Dje rreth orës 19 në rrugën Mara Ugrinova në Gostivar është thyer rendi dhe qetësia publike me anë të një krisme. Ngjarja ka ndodhur kur 24 vjeçari me inicialet PA ka gjuajtur me pistolet me gaz të tipit Ecol Standard 99, të cilën e ka poseduar pa leje. Ndaj këtij personi, organet kompetente kanë përgatitur parashtresë penale për armbajtje pa leje, si dhe për prishje të rendit dhe qetësisë publike.